Jemi me pjesën e parë të emisionit, ku si që do të premte me presim kolegon tonë nga sporti, Endrit Jasharin, edhe I diskutojmë më të rejat sa I përket lojve qoftë në futbol apo dhe basketball. Mirëmëngjesi Endrit. Mirëmëngjes Gali. Dhe pse si pse përmeni veç futbolin e basketbolin, kemi dhe sporte tjera pjanë veç. Po, më që do ma me interes. Qishe Endrit? Mirë falënderit. Që shke qenë këto det? Unë e mirë, ti që shke qenë dhe jo kom pushime. Mirë shumë edhe në mirë, kom shku pak të Cristiano Ronaldo. Qatë veni ku je konë ti, dje Messi e ka mujtë portën. E që aty ku ka konë ndeshja? Me qatë ekipi, se loja u lujtë në Amerikë, po kundër portës. Okej, kundër portës. Hajde të folim pak për këtë ndeshje që I pom disa dhe lojme në Gazetën Express që Messi kishtë dhënë këgjatë spektakel, a? Gazetën Express të shkruara me plot dashuri. Prej me, po Messi me 37 vjetë, do më 5 ditë para se mi bo 38 vjetë, arriti me dhuru spektakël, një tjetër spektakël me Inter Miami në një skenë kaq të madhe të futbollit, si që është Kupa e Botës për klube, duke e mposhtur Porton me përmbysje me rezultat 2-1. Porto kaloje e para dhe përsi në minutën e 8 përmes një penaltije, ndërsa në pjesën e dytë, fillimi I pjesës dytë ishte I fuqishëm nga Inter Miami, ku fillimisht u barazua rezultate, më pas Messi me një gol nga gjuajtja e lirë I dha e përsin Inter Miami, që në fund doli të ishte edhe goli I fitores dhe I 3 pikëve shumë të rëndësishme për skuadrën amerikane në luftë për kualifikim nga faza e grupeve. Përveç golit, Messi pati paraqitje fantastike në përgjithësi, duke bërë disa pasime kyçe për futbollistët, për bashkëlojtarë, duke I vendosur përballë portierit 1-1, megjithatë nuk arritën që me I konkretizua ato raste që I krijoi Messi. Përkundër kësaj, Argentina si u zgjodh futbollisti më I mirë I kësaj ndeshje, pra me 37 vjetë, 5 ditë para se mi bo 38 vjetë, me 24-tin I bën 38 vjetë. A vjetë edhe dotën, a? Po, ja, e festojmë kështu familjarisht ditën. Halon në top form. Halon në super form, edhe ka dëshmu që mundet me lujt kudo edhe në top klubet evropiane. Me këtë vitore, Inter Miami tani ka 4 pikë, aq sa ka dhe Palmeiras në vendin e parë në grupin A, ndërkohë Porto edhe Al Ahly kanë nga 1 pikë në pozita 3 dhe 4. Në ndeshjen e radhës Messi me Inter Miami do të përballen pikërisht me Palmeiras në duelin që do ta përcaktojë edhe fituesin e grupit edhe ekipin që kualifikohet. Tutje një barazim eventual mes këtyre dy ekipeve do të nënkuptonte që të dyja skuadrat vazhdojnë tutje në 1/8 e finales, edhe presim mundet me I ra shumë lehtë Inter Miami me u përballë me Paris Saint-Germainin në fazën 1/8 me kampionin fuqi të Evropës, për shkak se vendi I parë I grupit A luan me vendin e dytë të grupit B, edhe vendi I dytë I grupit A luan me vendin e parë të grupit B, pra kështu shkon sistemi në Kupën e Botës për klubeve, sistemi ky format I ri që është bërë pikërisht nga ky edicion, ku jemi të Paris Saint-Germaini, dje jo po në orët e para të mëngjesit, sot pësoj humbje nga Botafogo, humbja brobavasia e parë e këtij edicioni në Kupën e Botës për klube, unë poshtë minimalisht 1-0 nga Botafogo, edhe mbeti me 3 pikë, pra vetëm me atë fitore ndaj Atletico Madridit, I cili po ashtu shënoi fitore në ndeshje që u zhvillua pas mesnatës. Në Amerikë tash po zhvillohet ky kampionat, po është pak problem se shumica ndeshjeve po luan pas mesnatës, edhe kemi problem me I përcjell këtë lojë, po tash ato që po muj. Messi dje ora 9 ke koha ideale për me këshyr lojën, a? Për me këshyr të lujt, dhe të performu në atë nivel. Në përgjithësi, Kupa e Botës për klube, pra hera tash fitoria e Botafogos ndaj Paris Saint-Germainit dhe fitoria Inter Miami ndaj Portos ishin fitoret e para të ekipeve jo evropiane ndaj skuadrave evropiane në kategori deri më tani. Tashmë veç se
ka nisë gjiroja e dytë e fazës e grupeve, tash veç se kanë me u filtru edhe ato ekipet të cilat do të vazhdojnë tutje në fazat e tjera. E kujtojmë që fitusi komplet kësaj gare dikon total do t'i vitoj 125 milion euro. Fond, do më është gara me fitimet më të mëdha për gjitha garave tjera. Kështu që lëm ata që e fitojnë. Vedëm po, interesant, befasti mujna me qujt ishte edhe barazimi i Real Madridit ndaj Al Hilal. Barazuan 1-1 edhe përgëzime për Simone Inzaghi, një trajnerin e Interit që tash me ka marrë drejtimin e Al Hilal edhe bën një super paraqitje me skuadrën arabe, përkundër që ishin duke pësuar humbje, arritën me barazu rezultatin, edhe në fund Yasin Bono, portieri maroken, arriti me mbrojt edhe penaltin e Real Madrid në minutën e 2 shtesë. Mbrojti penaltin e Fede Valverdes për me e siguru një pik skuadrës e tij. Pro ende Xabi Alonso debutoi, trajneri i Real Madrid debutoi me barazim, po ende nuk e ka gjetë atë formulën që i përshtatet ndoshta Real Madridit. Shtojmë këtu edhe mungesën e Kylian Mbappé-s, i cili ka probleme shëndetësore dhe dje u njoftua se është shtruar në spital për disa analiza më të detajuara. Qëto, sa i përket futbollit, sa i përket... Unë ndoshta në pyet edhe diçka, sa i përket Mesit, që po flasim edhe për moshën e tij, gjithmonë jam përmend Cristiano dhe Messi, sa i përket moshës, që ende janë në top formë dhe janë lojtarët më të mirë në botë, që gjithmonë i krahasojnë të dy. Padyshim. Deri sa mundet një futbollist me lujt, për shembull që janë Cristiano edhe Messi, edhe mos me u pensionu? Deri sa vjet ka qenë ndoshta ndaj futbollist që ka shku me mas shumë të vjet, apo është Cristiano të e kalu? Është Cristiano Ronaldo shku qatë nivel. Ne kemi pas Pepen me 41 vjet, nëse nuk gaboj, ka lujt për Porto në edicionin e kalum. Portierat, Buffoni e ka zgjat më shumë, por portierat e kanë pak ma lehtë, se nuk është që kanë me bëu shumë lëvizje që të rreth portës. Kanë me nejt, Lionel Messi edhe Cristiano Ronaldo janë kanë në majën e futbollit të botës, jo veç evropian, për një 15 vjet, edhe një 3-4 vjet tash këto që kanë vazhdu Ronaldo në Al Nassr edhe Messi në Inter Miami. Na e pom edhe Cristiano Ronaldo shënoi gol edhe në gjysmë finale edhe në finalin e Ligës së Kombeve me Portugalin, duke qenë shumë kyç në triumfin e portugezëve në Ligën e Kombeve, pro edhe në moshën 40 vjeçare edhe Cristiano Ronaldo pe ka atë impaktin e tij. Megjithatë duhet jemi realist që tashmë këto janë edhe sezonet e fundit të dy lojtarëve, edhe këta interesant është që ka vendosur një farë standardi shumë të lartë, sidomos për topin e artë. Ka pas statistika të jashtëzakonshme, përmes të cilave ti nuk e pas dyshime se kush ka me fitu topin e artë për qatë sezone. Tash që në 2 vitet e fundit i ka pas shumë debat prej futbolldashësve se kush e meriton topin e artë, për shkak se statistikat e futbollistëve janë shumë normale. Pro janë nivelit shumë të ulët se sa që i kanë pas Cristiano Ronaldo edhe Lionel Messi. Ronaldo me 40 vjeç po synon me shku në shifrën e 1000 golave të shënuara në karrierë, diko i ka ofër 940 golla deri tash, edhe mbetet me pas se so ka me mujt me arrit këtë shifër që nuk ka arrit askush deri më tani, po ashtu e ka pas edhe një ëndër që me lujt futboll së bashku me djalin e tij. Okej, tash djali është të lujt futboll 15 vjet i ka. Djali i tij edhe është të lujt futboll, po alo me grup moshë, nuk është në ekipet e para të skuadrave. Okej, po shpresojmë që komo ju realizu edhe kjo ëndër Cristianos. Lujt me djalin e vet, se duket që halo është në top form, kështu që po besoj që edhe shumë vjet ka me qenë i pranishëm. Normalisht që nuk e kanë mo atë shpejtësinë, ato refleksë, ndoshta që i kanë pas sikur
ku kanë qenë moshën 20 vjeçare në të 20-at e tyre, sidomos në unë e poshtë dje Messi nuk është që ka vrapu shumë, madje ka ecë shumicën e kohës në përfush, megjithatë mjafton të një pasim, një prekje topit e tij që me pos rrezik për portën e kundërshtarit. Neve na mbetet vetëm shiu edhe çto vitet e po shpresoj që do të jenë vitet e fundit e jo muaj të dy lojtarëve. Edhe jemi shumë me fat që kemi shiu personalisht unë po foli për veti që ka mujt me përcjell prej fillimit deri në fund karrierën e të dy futbollistave më të mëdhenj në historinë e futbollit. Po përveç futbollit, po e lajmë pak në shtash futbollin, po flasim edhe për arritjet e judos, sa i përket në Kosovë kemi pas medalje. Po, si çdo herë judo nuk na zgënjen me medalje, edhe kur bëhet fjalë për nivele kaq të larta siç është kampionati botror. Kampionati botror i judos u mbajt në Budapest të Hungarisë gjatë fundjavës edhe fillimit të kësaj jave. Edhe më kena pas rastin me diskutu. Distria Krasniqi arriti me fitu medaljen e argjend në kategorinë deri në 52 kg, duke pas performancë fantastike, megjithatë japonezja Uta Abe ishte në një super form, ku të gjitha duelet e saj i fitoi me Ipan duke qenë e pa konkurrencë, e njëjtë besoj edhe Distria Krasniqi duke u mposhtur në finalen nga japonezja, e cila kishte zhgënjur në Olimpiadën e vitit të kaluar duke u eliminuar qysh në raundin e parë. Ndërkohë Laura Fazliu po ashtu i sjelli medalje, ishte kjo medalje e 10 e judos kosovare në kampionate botrore. Pro 10 medalje deri shtash prej kampionateve botrore, veç prej kampionateve botrore po folim. Tani kemi 5 të olimpiadave, kampionate evropiane që janë të panumër të Grand Slam të ndryshme. Laura Fazliu triumfoi në kategorinë deri në 63 kg, duke fituar medaljen e bronz, u poshtë në çerek finale dhe vazhdoi më pas në repestazh për me siguru medaljen e bronz, që po ashtu është sukses shumë i madh. Për neve Akil Gjakova nuk e pati ditën e tij më të mirë duke u eliminuar herët, edhe nuk arriti që me i sjell medalje, një tjetër medalje ekipit kosovar të judos. Përsa i përket sportit, Kosova për një me shumë krenar në aspektin e sportit, shumë lojtarë, sidomos në judo ose edhe në sportet tjera, na kanë bërë krenar. Është dhe një rast tjetër që dje patëm intervizë në #Gjesin nga Federata e Gjimnastikës të Kosovës. Kanë 3 vajza që e kanë përfaqësuar Kosovën shumë mirë, njëra prej tyre e kishte fituar dhe medaljen e artën para në Sloveni. Kështu që shumë mirë edhe gjithmonë na bojnë shumë krenar sportistët edhe që bojnë me u njoft Kosovën. E vërtet. Në lajm për një me ke shqetësues fakti që nuk është djem në gjimnastikë, nuk po konsiderohet ma shumë si sport i vajzave, e që nuk është realisht sport i vajzave, kështu që po ke një rast shumë shqetësues që ka këtë raste tjera, na e kemi edhe rastin e volejbollit që në Kosovë cilësohet si ma shumë sport për vajza, e që faktikisht nuk qëndron. Po e vërtet kjo, na e kemi, sidomos judo na e kena si ambasador të Kosovës në arenën ndërkombëtare sa i përket sportit. Judoja ka sjell medalje shminjën e arit për Kosovën, po kemi po ashtu edhe suksese në sportet tjera, përmendet e gjimnastikën, kemi rastin e boksit me Donjeta Sadikon që po ashtu ka arrit medalje në arenën ndërkombëtare, fatkeqësisht jo edhe në Olimpiadë, shpresojmë në Olimpiadën e ardhshme. E ne vishurojmë suksese, po interesant është që në sportet kolektive na nuk jena fort sukses, nuk di si të bëjmë bashkë. Edhe këto e diskutuam, thanë, bile përmendën edhe trajnerët që thanë shumë ma të mirë jemi individualisht, kur përfaqësojmë sidomos në përgara, kur jemi individuale, sësa në ekipe. Nuk e di pse është kja, nuk mujmë me bashkë punu me tjeta qka. Nuk e di, po ja si të bëjmë të shqiptarë bashkë, po atë hajso. Paga i kore. I kemi na futbolin që tash ka fillu pak me morë vetën,
Po nuk e di, nuk kemi pas ende një sukses madhor të sporteve kolektive në arenën ndërkombëtare, ku jem të futbolli edhe një lajm të fundit para se me përmbyll. Franco Foda u raportua shumë që do të nënshkruaj me ekipin nga Emiratet e Bashkuara Arabe Al Wahda për një rrogë që flitej 3 milion euro, në Kosovë ka më pak se 1 milion aktualisht. Megjithatë ishte presidenti i Federatës së Futbollit të Kosovës Agim Ademi që nga Vjena e publikoi një fotografi me selektorin e Kosovës, edhe çka latë nuk kuptonte se Foda do të vazhdoj të jetë pjesë e Dardanëve, sidomos tani ku jemi në periudhën më të rëndësishme në prag të nisjes së ciklit kualifikues për kampionatin botror. Kosova i nis kualifikimet në muajin shtator, ku është në grup me Zvicrën, Sloveninë edhe Suedin, një grup shumë të vështirë, megjithatë nuk është i pamundur edhe kualifikimi tutje. Kujtojmë vendi i poshtë shkon direkt në kampionat botror, kurse vendi i dytë në play-off për kualifikim në botror. Tash api bjen që Franco Foda e ka refuzuar çatë ofertë? E ka refuzuar ofertën për me nejt me Kosovën. Oh, okej. Një lajm i mirë se për një me ka pas suksese, sidomos në fund tash ka tregu suksese kogja të mira, e kualifikoi edhe Kosovën në grupin në ligën B të Ligës së Kombeve. 2 vitore në ndeshjet miqësore, por këto s'po i llogariti. Edhe tash mbetet më pas se çu ka me kalu në kualifikimet për kampionatin botror. Qëto krejt, ekipet kosovare i kanë zbulu edhe kundërshtarët e tyre në kualifikimet për garat evropiane, Ligën e Kampionëve, Ligën e Evropës, Ligën e Konferencës. Ndeshjet fillojnë në muajin korrekt, edhe i urojmë suksese gjitha të 4 skuadrave evropiane e të 10 skuadrave shqiptare që janë pjesë e kualifikimeve për garat evropiane, garat e UEFA-s këtë sezon. 4 ekipe nga Kosova, 4 nga Shqipëria, 1 nga Maqedonia edhe 1 nga Malizi. Ekipet e Kosovës dhe Shqipërisë futboll sa i përket që kanë të pushuar të Kosovës sidomos. Momentalisht janë në parapërgatitje, shumica bile kanë shku në vende bregtetare për me zhvillu një lloj para sezoni, sidomos Prishtina ka shku në Turqinë, se nuk ka bëj bile dje pote një ndeshje miqësore për mu përgatit për ndeshjet kualifikuese për Ligën e Evropës. Okej, Ndre, faleminderit shumë për krejt detajet që na solle sot, si gjithëherë, kënaqësi. Kënaqësia gjitha imja, Elin.